Kur mos i hani këto ushqime kur pini ilaçe? Zakonisht thuhet që shumë ilaçe duhet të merren edhe me ushqime për të mbrojtur stomakun tuaj, por a e dini se disa ushqime dhe pije duhet të shmangen me çdo kusht? Kjo ndodh pasi ato mund të ndryshojnë në mënyrën se si përthithni disa ilaçe në trupin tuaj. Në disa raste i bëjnë ato jo efektive. Disa ilaçe janë krijuar të përthithen ngadalë dhe disa ushqime që përshpejtojnë këtë proces, ose edhe kundërta. Por kur merrni ilaçe duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqimet që zgjidhni në dietën tuaj. Në fotogaleri të kësaj video mund të njiheni edhe me ushqimet që duhet të evitoni. Djathi dhe mishi me antibiotik. Nëse po merrni antibiotik, duhet të tregojeni të kujdesshëm me mishin dhe me djathin. Qumshti me antibiotikët dhe ibuprofenin, pasi mund të ulë nivelin e kalciumit. Alkooli nuk duhet të merret me antihistaminat. Pijet e gazuara me ibuprofenin pasi mund të shkaktojnë edhe efekte anësore në trup.